do të anis këtë fjalë me një mesazh që këtë javë të tmerruar nga protesta jonë e kaluar, mediat e qeverisë bën gjithçka ta vendosin në harresë. Mesazhi im është ky. Sot ne jemi në kilometrin e fundit. Me ndihmën e Zotit, asgjë s'do të ndalë drejt fitores tonë. Sot ne jemi para triumfit të madh. Shumë kujt, triumfi mund t'i duket ende larg, kur sheh udhkryqin në të cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit ka qenë padyshim